kur mbyllet TikTokut në Shqipëri, apo nuk e sheh si të tillë? Nëse do të vijojmë le të themi me këtë strategjinë që kjo është e gabuar dhe ne duhet ta mbyllim, jemi plotësisht shumë gabim, pasi ne dim të gjithë fuqinë që ka TikToku dhe të gjithë potencialin që ka ai për miliona e miliona njerëz anë mbar botës që nëse din ta shfrytëzojnë mirë, e kanë kthyer në një biznes, e kanë kthyer në një kanal ku gjenerojnë të ardhura, por edhe një kanal ku promovohet turizmi. Sigurisht që në Shqipëri jemi në një situatë kur në muajt e fundit kemi përjetuar ngjarje që janë shkaktuar nga TikToku, siç janë rastet kur është cënuar privatësia e grave, të cilat kanë dhënë dhe fund jetës, po edhe rasti që le të themi ishte më ai kritiku që i dha dhe shenjën ose që i dha dhe le të themi nisjen qeverisë për ta mbyllur, është vrasja e të riut Martin Cani. Sigurisht që kontrolle duhet kenë, por nëse ne do të themi do ta bëjmë kështu me spat që ne do ta ndalojmë këtë, i bie që ne do të stopojmë edhe punën e njerëzve që fitojnë nga TikToku dhe është një rrjet social që ne dim fuqinë që ka, fuqinë e tij që ka le të themi në fushën muzikore që ndihmon artistët dhe i kthen këngët në hite globale, gjë që ndihmon dhe Shqipërinë. Kemi parë biznese pafund që fitojnë dhe reklamojnë punën e tyre dhe kjo gjë i sjell atyre të ardhura, e nëse do të mbyllet në këtë mënyrë kaq le të themi të prerë, si do të punojnë këta njerëz ose ku do të shkojnë këto biznese që le të themi e kanë lidhur punën e tyre me TikTokun. Po. Angela, tu e pas parasysh një vendim të tillë, tu e pas parasysh që jeni edhe eksperte e rrjeteve sociale dhe sigurisht krejt puna juaj gjatë gjithë ditës është e fokusuar atje.